Tashmë kandidatët e AK-s si Besnik Krasniqi dhe të tjerë po takojnë elektoral anë kënd komunës së Prizrenit dhe po marrin përkrahjen e konsiderueshme. Tani me Besnik Krasniqin e ka edhe përkrahje të madhe të liderit të kësaj partie, kurse kandidati tjetër i koalicionit Zafir Berisha takon banorët e fshatit Poslisht. Në fshatin Poslisht qytetarët nuk po përballen vetëm me krizë energjetike, po përballen me praktisje shtetërore. Në vitin 2025, familjet e tëra mbesin pa rrymë, fëmijët mësojnë në terr, bizneset dëmtohen, ndërsa pushteti në ikje jep arsyetime të turpshme dhe hesht. Kjo errësirë nuk është rastësi, është pasojë e një qeverie që nuk di, nuk do dhe nuk guxon të zgjidh problemat reale të qytetarëve, kurse edhe kandidatë të tjerë po takojnë banor anë kënd komunës.